Fshati i Romës priti në një takim të ngrohtë elektoral kandidatin e Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj, i cili përballë banorëve ndau vizionin dhe angazhimin e tij për mandatin e ardhshëm. Ky takim u zhvillua në një atmosferë miqësore dhe plot besim, ku nuk munguan as diskutime të hapura për sfidat dhe punët e mbetura për gjysma. I pranishëm në këtë bashkëbisedim, kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj theksoi se mbështetja për kandidatin Sinaj është mbështetje e dyfisht për të mirën e gjithë zonës, duke vlerësuar bashkëpunimin e përbashkët që ka sjellë projekte konkrete në terren. Ati 8 vjeçare e ka prezantuar veten e tij. Një deputet i thjesht, një njeri i cili është afër popullit, afër njerëzve, afër halleve, dhe këtë ka bërë pa e ditur se një ditë Partia Socialiste të gjitha deputetët do të jetë në territor, në listë të hapur dhe të mblidhin vota që të bëheshin deputet. Duhet pikërisht një zë i fuqishëm siç është Vullneti, i cili kërkon atje bashkë me mua për hallet dhe problemet e njerëzve. Mbështetja për Vullnetin është mbështetje edhe për mua, sepse bashkë të dy bëhemi një zë më i fuqishëm për hallet, problemet që kemi gjithë së bashku. Në fjalën e tij, kandidati Sinaj u ndal tek rezultatet e deri tanishme, duke cilësuar se ka ende shumë për të bërë, ndaj është aty për t'i çuar gjërat deri në fund. Ai veçoi bashkëpunimin e frytshëm me Bashkinë e Selenicës dhe përmendi se mandati i ri do të jetë i mbështetur në më shumë përvojë dhe punë për zhvillimin e zonës. Në fund, Sinaj kërkoi mbështetjen për Partinë Socialiste dhe liderin e saj, duke u shprehur se vota për PS-n është votë për vazhdimësinë. Nëse keni besim dhe shpresë, më jepni mbështetjen tuaj, nuk do t'ju zhgënjej, shpreh Sinaj. Unë i di hallet dhe problemet e çdo fshati. Dëshira ime është që të gjitha fshatrat tona të jenë të rridhura me asfalt. S'kem probleme me ujësillëse. Por nuk është e lehtë që të bëheshin të gjitha në një ditë. Kam edhe unë vështirësitë e mia si deputet, por ka një gjë që si deputeti juaj, fjalën për juve, zërin për ju në parlament dhe në qeveri e kam çuar. Me luftë të madhe, me përpjekje, arritëm atë rrugën e Boçemit. Vërteta është që bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë mes nesh të dy. Në këtë bashkëpunim të dy kemi vënë forcat të përbashkëta për të rregulluar punët. Do ishte e vështirë të kishte një kryetar të marrë përsipër Selenicë Karbonar. Unë do të them bravo Nertil. Mua do më kesh në mbështetje për çdo gjë. Do mundohem të ta lehtësoj barrën të radhë. Do bëj të pamundur, sepse edhe fakti se si unë kandidoj sot në këtë mandat të tretë është që mu kërkua kandidimi. Në ratë parë nga njerëzit. Mbase Zoti më rezervoi një vend që t'ja u shpërblej dhe juve nderin që më keni bërë dhe më keni votuar për deputetin tuaj. E këtë radhë, unë jam në listë të hapur, nuk jam në listë të mbyllur. Nuk jam i sigurt me votën e partisë, por kërkoj votën individuale. Mbështetja që do më jepni ju është vërtet forcë për mua si deputet. Po është dhe fat që më dha mundësia dhe një mandat tjetër. Në qoftë se e keni besimin dhe shpresën, më jepni votën. Më jepni votën. Nëse keni besimin dhe shpresën.